La makinën e ndezur dhe u hodh në ujë, detaj rënqethse nga tragjedia te liçeni that. Një ngjarje të jetë e rënd ka tronditur kryeqytetin këtë të njëjtë. Një 46 vjeçare e identifikuar si Migena Topi dyshohet se i ka dhënë fund jetës në ujërat e liçenit të That në Tiranë. Zbulimi i kësaj tragjedie nisi krejtësisht rastësisht nga banorët e zonës, të cilët pikasën diçka të pazakontë të buz liçenit. Një automjet kishte bllokuar rrugën dhe ishte lënë aty me çelësa në kafono i ndezur për rreth 30 minuta. Të shqetësuar se mos kishte ndodhur ndonjë aksident apo grabitje, qytetarët njoftuan menjëherë policinë. Kur efektivët e policisë mbritën në vend ngjarje, gjetën mjetin e braktisur, por pas një gjurmë të drejtuesit. Kjo bëri që ata të kontrollonin menjëherë automjetin brenda makinës. Detajet e gjetura aty filluan të ndërtonin skenarin e trisht. Sendet personale të Migenës të lëna mbi sedilje, telefoni i saj celular i cili nuk ishte pushuar së rëni, si dhe ilaçe të ndryshme që dëshmonin për një betejë të heshtur me shëndetin mendor. Pasi pan makinën e braktisur, efektivët sekuestruan me shpejtësi kamerat e sigurisë së bizneseve dhe banesave për rreth liçenit të That. Pamjet filmike kanë zbardhur të gjithë dinamikën e tmerrshme. 46 vjeçaria, e cila banonte shumë pranë asaj zone, pasi ka ndaluar makinën, ka dalë prej saj dhe ka lëvizur në këmbë afër liçenit për rreth 10 minuta. Me sa duket kanë qenë minutat e fundit të një lufte të madhe të brendshme para se ajo të merrte vendimin fatal për t'u hedhur në ujë. Pasi u njoftuan po lumbarët e Reneas, nisi një operacion i etshëm kërkimi. Fatkeqësisht, pas 45 minutash kërkime në thellësinë e liçenit, trupi i pajet i Migena Topit u nxorë në breg. Pas ngjarjes, dëshmitar dhe familjar dhe persona të afërt kanë zbuluar se Migena vuante prej kohësh nga një depresion i rënd. Kjo gjendje ishte përkeqësuar në mënyrë dramatike kohët e fundit, pasi ajo kishte humbur motrën e saj, një plagë e hapur që 46 vjeçaria nuk arriti ta kalonte kurrë. Në këtë ikje të parakoshme dhe të dhimbshme, Migena ka lënë pas të vetë me vajzën e saj vetëm 20 vjeç, e cila sot përballet me humbjen më të madhe të jetës së saj.